ajo protest ka rëndësinë e vetë themelore për ne, që është zëri dhe që janë shqetësimet reale të qytetarëve. Pra ajo që unë e quaj uji i pastër dhe i rrjedhshëm i protestës nën atë korën e zezë të asaj që për fat keq është pjesa e zhurmshme dhe e dukshme ku janë mbledhur gjithë dështakët dhe zemrakët e Shqipërisë. Në atë rrjedhë të madhe njerëzish ka shumë për të mësuar dhe epizodi është ky. Asaj duhet të shkojë në mënyrë periodike në poliklinik, si ajo ka dhe të tjerë, që njerëzit shkojnë atje që në orën 5, që në orën 6 mëngjesit. Të kenë mundësinë që ai t'i shofi, sepse mjeku e para nuk vjen në orar, vjen gjithmonë 1 orë, 2 orë më mbrapa, pra ata njerëz presin nga ora 5-6 e mëngjesit deri në ora 9-10 të moshuar. E dyta, mjeku nuk rri deri në fund orarit, po mbasi trajton 3-4 prej tyre, ikën. Dhe kjo grua në mosh, një gjyshe, den protest sepse është e fyer. Pyrja është një herë. Ky është një poshtrim. Është ashtu si kundër lufta kundër korrupsionit, nuk është thjesht një çështje burgu apo varje militar, siç së fundi ka filluar të gjenerohet edhe kjo, nga kuptohet segmente që nuk kanë lidhje me atë drejtëzën e shumë të gjatë që përbën gjithë komponentët e këtij momenti. Duhet që sistemi të mbrojë. Dhe fiks ajo që po ndodh sot në Shqipëri, edhe që humbet në mjegullën dhe në tymin e shumë gjërave që bëhen bashkë, është që sistemi për herë të parë po lufton me korrupsionin. Të gjitha sistemet që në fund përfunduan në ferr për popujt që u egzaltuan nga ideja e drejtësisë aty për atyshme, dhe që shkuan tek plumbi i ballit apo tek giotina, na kanë mësuar që kjo e demokracisë dhe e balancimit pushteteve dhe ndërtimit të një sistemi që garanton gjithkënd dhe garanton madje edhe të akuzuarin, është e vetmja rrugë për të garantuar brezat.